E gjitha kjo do të kalojë. Një ditë, mbreti urdhëron që të gjithë këshilltarët dhe opërtarët e mençur të tij të mblidhen në një takim urgjent, me të mbledhur të gjithë kokë më kokë në pritje të asaj që do t'u thoshte mbreti, lartmadhëria e tij u ngrit në këmbë nga froni ku qëndronte ulur dhe u tha: "U kam mbledhur që të më gjeni një fjalë të urtë tepër të goditur, të cilën do e mbaj varur mbi fronin tim mbretëror, e ta shoh her pas here që të përfitoj prej saj." Pas një heshtje dhe miratimi me kokë nga ana e të gjithë të pranishmëve, mbreti shtoi: "Po, dua një urtësi të goditur, e cila do të më inspirojë të vërtetën në kohë krizash, të më ndihmojë në kohë nevoje, edhe të më orientojë në kohë gëzimi dhe lumturie." Opërtar e këshilltar dolën nga takimi me mbretin të hutuar, pa ditur se ç'të bëjnë. E si mund të gjendej një urtësi e tillë që e frymëzon mbretin në çdo kohë për të reaguar si duhet? Edhe ne vetë, në kohë vështirësish edhe sprovash, kërkojmë dikë tjetër që të na i lehtësojë vuajtjet, sa kaq në kohë lumturie dhe gëzimi kërkojmë dikë që të na urojë edhe të na bekojë, që këto të mira t'i kemi të përhershme. Disa ditë më vonë, këshilltarë e opërtar të mençur u kthyen sërish tek mbreti, pasi kishin shkruar urtësi, me të cilat besonin se do e plotësonin kërkesën e mbretit të tyre. Por me t'i lexuar një nga një, mbretit nuk i pëlqeu asnjëra prej tyre. Në fletën e fundit që mbante në dorë, para se ta hedh tek të tjerat, mbreti e lexoi 2-3 herë për t'u siguruar nëse kishte ndonjë kuptim. Në letër shkruaj: "E gjitha kjo do të kalojë." Ai nuk po i shiste syt nga letra, ndërkohë që këshilltari që e kishte shkruar u afrua dhe i tha: "Lartmadhëri, jeta e kësaj bote luatet nga një gjendje në një tjetër. Kushdo që beson se është i sigurt edhe nuk do e prek asgjë e keqe, e ka gabim, pasi shumë shpejt do të zgënjehet. Ditët e bukura dhe të lumtura do të vinë, por shumë shpejt ata do të kalojnë për t'ju lënë vendin mërzisë dhe dhimbjes fizike dhe shpirtërore, por edhe mërzia do të kalojë. Ditët e fitoreve të lavdishme do të trokasin në portën e mbretërisë tënde, të gjithë do të brorasin të gëzuar, duke ja atribuar këto fitore aftësive të mbretit të tyre të mirë. Por, lartmadhëri, sa do të gjata të jenë këto ditë, do të kalojnë. Me sytë e tu do të shohësh lavdinë dhe zgjerimin e territoreve që kur nuk kanë qenë në mbretërinë tënde. Por, lartmadhëri, ligji i Zotit është i tillë, këto ditë do të përfundojnë dhe do të largohen. Lartmadhëri, disa nuk e kuptojnë këtë urtësi, duke e shndruar jetën e tyre në britma, qarje dhe vajtim në kohë vështirësish dhe fatkeqësish. Ata mendojnë se fatkeqësia dhe kobi që u ka rënë për pjesë është fundi i botës, duke humbur kështu vullnetin edhe vendosmërinë për t'u përballur me sfidat. Ata janë dritë shkurtër edhe nuk shohin më larg se hunda e tyre. Në raste të tilla u nevojiten njerëz që ua kthejnë vullnetin, i motivojnë dhe i nxisin për punë të mira, pasi ditët e vuajtjeve padyshim që do të kalojnë. Bota nuk ka përse të shihet vetëm me optikë të zezë dhe nga pozita likështie. Disa të tjerë, lartmadhëri, janë të zhytur në kënaqësi edhe të egzaltuar nga ditët e lumtura që po përjetojnë. Kështu, ata nuk e lodhin veten të mendojnë për të ardhmen e largët, se njeriu varion mes të mirës dhe të keqes. Duke qenë kështu, ata kalojnë në ekstremitet me kënaqësitë dhe jetën e luksit, u duket sikur kanë pasuritë e botës në duar. Është urtësia e Zotit, o mbreti ynë, që çdo gjendje, e mirë apo e keqe, e gëzuar apo e hidhëruar, shumë shpejt do të kalojë. Pasi i dëgjoi të gjitha këto, mbreti buzëqeshi i kënaqur me gjithçka që i kishin dëgjuar veshët dhe menjëherë urdhëroi që ato fjalë të arta të qëndiseshin me fije ari dhe të vareshin jo vetëm mbi murin sipër fronit të tij, por edhe në sheshet dhe rrugët kryesore të mbretërisë. Kushdo që kalonte në ato rrugë dhe sheshe, duhej të lexonte dhe ta kuptonte se e gjitha kjo do të kalojë.